kanë atë të shkencëtarit, e kupton, jo vetëm kureshtin, po edhe dëshirën për ta punuar dhe për të plotësuar një mungesë. Shumë e rëndësishme. Njerëzit që duan të plotësojnë një mungesë të vendit cilit i përkasin, janë njerëzit që na zhvillojnë. Ata që duan të plotësojnë një mungesë të dhomës së ndënjes, të jetës tyre, ata na hynë në pjesë. Duhet ta bëjmë dallimin mirë. Këtu jemi? Këtu jemi me Stan Dragotin, regjisorin e madh në një darkë, mami, unë, babi edhe Stan Dragotit e Bruno Selimaj, nuk e di a keni qenë në restorantin. Nuk kam qenë. Babi edhe xhaxhaja i quanin shqiptari numër 1. Shqiptari numër 1. Gjatë luftës së Kosovës ai jepte 1/3 e fitimeve të tij për Kosovën. Edhe aty mblidheshin të gjithë president që vinin, kongresmen, ashtu patrioti madh. Bekuar qofshin njerëzit që e duan vendin e tyre dhe që japin nga vetja, se nuk është kollaj, po t'jap ca që i kanë vjedhur. Po t'jap ca që i kanë bërë me mund të madh. Vazhdoj me foto. Këtu babi mësoj edhe fizarmonikën, ja dërgoj ja kërkoj edhe ai ja dërgoj. Po undava, thot babi, shpejt nga fizarmonika. Nuk e vazhdojmë, nuk... Shtëpitë e Rehovës janë të jashtëzakonshme, ato tubacione... Kjo shtëpi është shumë e mirë, se kjo ndërtuar nga një Amerikan. E bëri arkitekturën në Amerikë, po kjo shtëpi nuk i mban njerëzit, më duket se ai pas një viti që e ndërtoi mori vajzën edhe gruan edhe ja shiti shtëpinë gjyshit. Edhe neve pasaj u larguam, edhe ata që i kanë janë larguar, kjo shtëpi nuk duket se do diçka shtëpia që të mbaj. Nuk i mban njerëzit. Po ishte shtëpi shumë e mirë dhe kishte banjën brenda që në atë kohë. Se ekzistonte. Që ekzistonte, banjat ishin jashtë. Këtu është 75 vjetori i Peter Priftit që e festuam te Bruno restorant. Çfarë diferenca kishte Peter me babin? Ja 9 vjet. 9 vjet, dy vëllezër. Ai sa kam dhe unë me motrën Rafaela që ka emrin e gjyshit. Njësoj, 9 vjet diferencë kemi, ja. Edhe, kjo është fotografia bukur, shikon dëmin e parë prej floririt të babit. Edhe i them unë këtu je si rapor që i bëjnë dëmë prej floriri, mendojnë në vitin 50. Është në Shqipëri këtu? Në Shqipëri. Po. Babi përveç se një herë në 90-ën, 89-ën, në fund në nëndor dhjetor që shkoj si përkthyes në Sofje, nuk ka dalë asnjëherë jashtë shtetit. Ky është një libër tjetër i Mota Alpenja që e ka botuar Onufri. E ka botuar më pas? Në 99-ën, edhe një ribotim është bërë në 2000. Sa interesant, ja ku është, edhe libri. Ky përsëri vazhdon s'është, më thënë, vetëm biblioteke edhe në këta. Po, që tani kaluar 25 vjet. Normal, po, vazhdoj. Më pëlqen, shiko si e shkruan në albumin e tij. Page 4 through 10 are photos of the ceremony of the Albanian Academy of Science in Tirana në 96-ën kur ju dha titullin Naim Frashëri, profesor Shaban Demira. Nga të vjetrit profesor Bari Beci, njihej, po pasaj këta ikën edhe tani bën shumë vite që nuk njihet më po. Prandaj kjo ishte rëndësishme çfarë bëri akademia si mbjet. Jo, dhe ishte shumë serioze. Ishte shumë serioze. Edhe më pëlqeu që dhe kryetari i Vatrës shkroi një përshëndetje shumë të bukur dhe doktor Elmi Berisha bënte edhe lidhjen midis dy vëllezërve, se ai kishte njohur më shumë babin, me babin kishte bashkëpunuar në New York, që shkonin për të demonstruar ose për të lidhur me kongresmen ose senator për çështjen e Kosovës. Edhe kështu, po pasaj njohiti edhe veprimtarinë e vllajt të tij. Fotografitë janë vënë paregu, kështu që po nuk ka gjë, është mamaja e babait, Parashjevia, ky është Naumi Stërgjyshi. Edhe babai Rafaili, edhe babi vogël. Babi vogël atë. Kjo është në vizitën e parë të Peterit në Shqipëri në 1962, unë jam 2 vjeçe, Loreta motra e madhe është 7, edhe mama e Arina, jemi në Pogrades, po kënaqemi, kështu ose.
Edhe ky shkruante, unë pyesja gjithmonë, po pse, po nuku, po pse? Po nuku, po nuku, thosha unë, po nuku është kështu, po nuku është ashtu. Edhe në ca letra të atyre vite shkruante, Julika, po nuku. Nuku u bë, nuku erdhi. Nuku erdhi. Nuku erdhi, po. Ja. Babi me Fatos Arapin dhe Dritroa Gollin në 64 ndoshta, përpara lidhjes së shkrimtarëve të vjetër. Të vjetrës? Të vjetrës, që ishte përballë Ministrisë Mbrojtjes? Jo. Më duket se po. Aty është, ja, këtu është. Këtu ishte teatri. Ngjitur me teatrin ishte, kështu që ja. Po, se dhe ministrit kanë ndryshuar, po. Kanë ndryshuar, po. Shumë interesante, profesori, folëm për profesorën Newmarkun, ai shkroi një fjalosh që u botua nga Oxfordi, nuk e di sa mira faqe, shumë i mirë, po Xhaxhai i pa mungesat e fjalëve. Edhe bëri një listë të mungesave të fjalëve, ka dhe një fotografi tjetër. Për shumë, spostim. Çfarë ka? Se është shkruar gabim, për shembull, duhet të ishte kështu, jo këtu. Në këtë faqe, po, e drejta është kështu. Dram. Bukinistik, status for misprint, sintagma. E tjera. Pra domethënë shikonte gabimet dhe i shënonte. E lexoi të gjithë fjalorin dhe gjeti gabimet në fjalor. Është një fotografi tjetër ku është fjalori edhe dedikimi i profesorit Newmarkut. Ky është libri që përmendët juve, Standard Albanian, Leonard Newmark, Phil Hubbard edhe Peter Prifty. Referencë për studentët, Standard Albanian. Ja, ky është çfarë I ka shkruar to my friend Peter Prifty, atë fjalorin e Oxfordit, who was the instigator and the cause of my interest in Albanian lexicology, I think, lexicography. With sincere gratitude, Leonard Newmark. La Jolla, 98. Edhe pastaj Peter, si ashtu që është, shkruan që currently në spring të 2000-shit është bërë edhe në më I lirë, do me thënë se ishte $100. Ajo, po tani është në Paperbay edhe bën $22. Sa I kujdesshëm të gjitha. Se harohen gjërat pas vitesh. Edhe kur e shikon një tjetër nuk e di. Kjo është shumë e kujdesshme. E jashtëzakonshme. Ja. Për shembull këtu, do shikosh vetë? Po. Tregosh është shumë e bukur. Po. Ky është një libër shumë I vjetër, The Misanthropi nga Molieri, se ai kishte shumë qef klasikët, edhe I lexonte dhe këtu ai shkruan që e lexova në qershor të vitit 45. Pastaj e ka lexuar për herë të dytë përsëri në qershor, në 1 qershor të 82-shit. Pastaj e ka rilexuar përsëri në 6 tetor të vitit 2000. Të tëra të shkruara aty, ja. Shumë interesante, po dua t'ja fal ndoshta bibliotekës ose arkivit. Ai la pas dikë? Jo, ai nuk martua, këtu është me profesor Shaban Demiri, siç tham, ai kishte një vlerësim shumë të madh për Xhaxhain dhe kur ishte kryetari I Akademisë së Shkencave e priti me shumë ndere në akademi, po. Mi kalo të gjitha foto, të lutem atëra, po, dhe nuk u martua. Jo, nuk u martua, kishte të dashurat, po, nuk arriti. Të dashurat ishin amerikana? Amerikani, ishte edhe një shqiptare, po nuk shumë vajze mirë edhe shumë e gjatë dhe hollë e bukur. Se I mban më? Jo, po ajo sa herë që shkonim neve, ajo jetonte në Filadelfi, na merrte për drek, për darkë, na çonte në restorantet më të mira, edhe sa herë që mbetën miq, domethënë, ashtu, po martesë nuk bërë. Ai
ishin të ngjashëm me babin, se të dy ishin shumë studios, të dy ishin këmbëngulës, të dy ishin patriot, të dy kishin moral të lartë, politik, familjar, ose si të ishte. Unë nuk kam dëgjuar për babin për shembull asnjëherë që të ketë pasur ndonjë lidhje. Mami nuk ishte xheloze, po unë nuk di të ketë pasur gjëra të tilla, edhe po kanë bërë një punë kolosale, se punonin natë e ditë. Unë nuk mbaj mend që baba im të bënte pushim të dielën. Do punonte 2-3 orë, nuk i duke i dita po të mos punonte pa, edhe qofte edhe pak, edhe kur shkonim në plazh. Babi do punonte, atëherë neve nuk na vinte mirë, e kuptonti se nuk shkonte në radhë për të ndihmuar për të blerë, për të bërë pazarin. Që do t'i bëni tu pastaj? Duhet i bënim neve, duhet i bënte mami. Po tani them unë sa mirë që e bëri ashtu, se tani kanë mbetur veprat, nuk mund të gjente kohën që të bënte. Edhe desha të thosha që Xhaxhai shkroi edhe një